që e flejtëm atje bashkë, kur ke dho ma mshel, aty u konë fundi për mu. Aty u konë fundi. Ke vujtë shumë në ditë. Ajo, besëm, me marrë me njeri që ashtu, kur unë nega mami, që ma shkush që po du me dalë, mami kur ma bën me mlejt të kryq shtu, ose me më thirë, e dinë edhe mami që nuk më thirë. Ma bo, ku je, jo, që është anena, apo që është, po, o mami, vish një herë bre kry, të lutem, po du me konë qështu, se qështu e kom tripin. Okej? Jëm që si njeri, më rëllo. Menoj që të nejtë me ty, a dy sasanin e menoj që të ashtë, për momentin, edhe jëm të full me ty. Pasha zotë, këtë të tërsan, edhe të tërsan jëm të menu. Edhe jëm të full me ty. Po që si jo, më i zamër, po jo vish me ty, po jem me krej qështu, nuk rrim një ven, jem labello, vlo, hera në herë knej. Edhe tashti, kur unë të thëmë, po du më shku qështu, se po nina mirë, në ka nevoj me më thonë 1000 herë, jo hajdi se flajnë në tokë. Unë t'jeva në faj, për ndaj. Po, jo, pse ti mundi në faj, që ka të bona unë? Nga që ti e zura të vëndin aty, Ja pra më lërë të ta sqaroj. Ani pse s'vjen pra? Ani po, që në regull, që unë i me faj, që këmë zonë venin, këtë është më kujdes me mu, që në regull. Tani do vazhdosh flasësh vetëm ti, qojmë ti ki? Po, në qëpë se do me fol me vete, fol me vete. Po, dhe se pe koptej që apë do... Jo pra, o do bëjmë bashkëbisedim, o do komunikojmë, mos e rri, fol me vete, dilë ati të kamerat e stormi dhe fol atje, edhe jenë regull. Okej, dhe jeni në faj, okej, hajde. Unë ndjeva në faj, sepse ti e zura të vëndin aty, ishim në ato kushte që ishim, dhe tash të shtrije me ty, dhe më the okej, gjatë natës si nuk po bëjë rehat, dhe ndjeva vete në unë shkaktare të pare atis tënde, sepse ishim shumë ngusht. Dhe tash okej, e zuri për veten e vetë, dhe u bëra unë shkaku që të mos jetë rehat këtu. Am ke pyt? Po të kam pyt. Që të më thonë? Po du me shku me flejt e vaska. Jo, am ke pyt a e rahat njëherë, në fillim? Atë vi, po më këtë në hajde. Po, atë këmë pranu? Po, që lidhje ka? Ti se para shikove që s'do ndjesh e rahat me mua aty. Atë këmë pranu? Dhe po më ke pranu. Edhe? Dhe, okej, vajtet e vaska, shumë mirë, nuk të shqetësova. Brapa, të kam gjutë ty dhe Danielën që po silleshe në përshpi. Aty nuk u ndjeva mirë, se thash, okej, ka shku te vaska, por ndani nuk po bën rehat dhe... I du me të ka qenë gabimi im që në fillim që tash atë vit shtrijem aty me ty, se mund të kisha zgjedhur një vend tjetër. Se po të kisha zgjedhur një vend tjetër... Unë që aty të ne, po ti, një gamë, unë që aty kur flejta, unë gjdo kur kom flejta, unë e di që në dy flejna. Po pra, fakti që ti nuk do zgjohesh e do të shiko, e dja pse, sepse neve, ai dënimi që na u bë për shkakun, sidomos për shkakun tënd që nuk dëgjoje kur toni zgjohen në mëngjes, arrije gjithë natën zgjuar. Dhe thash, për fajtimin që nuk e lash të flinte rehat tu ku e zuri vendin, edhe të nesërmen prap ka përndodhe njëta gjë, do flej gjumë gjithë ditën se s'ka fjet gjithë natën, dhe ndjeva veten si shkaktare. Qa shumë pas ke menu? Po, kur ka marrë të vaska, unë kërta të vaska, unë shkova në tualet. Kur dola nga tualeti, shikoj ty që po shfryje të vaska, uf, s'jam rehat. E thash ka për të ma fut mua nesër, dhe do më thot ti ma zure vëndin mua, prandaj nuk kam fjetu në gjithë natën. Po, që shtu del. Dhe prandaj dola borgjit.